sikur jenë në Afganistan, se s'kemi qenë në një rande, po si shtregojnë këto që nuk jetohet. E pashtruar pa kanalizime dhe pa ndriçim. Kjo është panorama që të ofron rruga Spiro Treska në lagjen numër 8 në Durrës. Banorët e saj ndihen të diskriminuar, pasi akset e tjera dytësore që lidhen me këtë rrugë janë të gjithë të asfaltuar. Ne kemi një 30 vjet këtu që asnjëherë rruga jon një 2-300 metra nuk është shtrur. Këtu jenë zërsi e në qendër të Durrësit, mbrapa martinitetit. As drita, as kanalizime, mbyten njerëzit, kur fillon shiu, neve trememi. Do të marri masa bashkia urgjentisht. Kemi 30 vjet që kemi këtu që banojmë këtu edhe e njëjta gjë. Kalojmë fëmijë për kopësh për shkollë, me gropa sopa, bllokojmë na futet ujti brenda, sidomos këtë herë. Ka rreth 2-3 ditë pa shi dhe rruga është gjithë pellgje, kalojnë makina, s'kalojnë dot fëmijë. Ben nga rrobat ben makinat ujë. Detyrojmë që të kalojmë i bëjmë ndonjë larg, pse vjen te shkolla. Shkollën kemi larg pas çerekore. Tu është pamundur me kalu. Ndriçim nuk ka. Kanalizimin e kemi bë vet, nuk po ankohemi deri diku, se e kemi zgjidhur si po të paktën të na shtrohet rruga, valla, sa është turp valla. E dyta herë është kjo që po shtrohet kjo rruga sipër, kurse këtë hiç asnjëherë. Gropat plot ujë dhe balta i shoqërojnë banorët në çdo hap që hedhin jashtë shtëpisë. Sipas tyre, premtimet elektorale të dhëna në çdo fushat për zgjedhjet lokale apo ato parlamentare i ka marrë era. Vinë votime, të do ta rregullojmë, s'ta rregullojmë, atje po rregullohet rruga për e tretë. Tu se rregullu një herë. U bon zgjedhjet bashkiake, na thatë do ta bëjmë, se bot. U bon zgjedhjet lokale, na erdhët me deputet, e dini shumë mirë se kush deputet e si që, mos përmend emra. Na thatë do ta bëjmë, vlla, ku je, s'ke bo asgjë. Hajde vlla, sa është turp, jemi në 2025 për 2026, s'ke bo asgjë më vlla. Hajde më vlla, shtruaj 20 metra rrugë. Për shkak të mungesës së kanalizimeve, ky banor është përmbytur 2 herë brenda këtij viti. Dhe ky kanali këtu ka qenë i hapur, me fjalë që punoshin pusetat, po është ikte ujë, tani nuk ka ku ikën ujë dhe detyrohemi këtu te kjo. E kemi ngritur vetë me zhavor që të kaloj ujë, ande kemi është edhe ky muri i spitalit, hyn komplet ke spitali. Kalojnë të gjithë këto, e shikojnë se ka dhe këtej që janë në pushtet, që nga ky tjetër, jo me emra mos e themi, se s'ka nevojë se din vetë ata, edhe mbillin syt kur kalojnë këtu. Tani Europë jemi ne, nuk jemi kafshë me fjalësin atë, jo partijake, jo s'partijake. Ne s'po e dim ato gjëra fare. Ju jeni përmbytur 2 herë më thatë brenda 2 herë. Megjithse vetëm pak metra larg ndodhet materniteti i qytetit, dhe në depozitimi mbeturinave urbane është një vatër ndotje alarmante. Ndodhet vetëm 2 kilometra larg qendrës së qytetit, por kjo zonë duket e lënë tërësisht jashtë vëmendjes institucionale dhe pa shërbimet më elementare që meriton ky komunitet.